Në zonën e tuneleve në qafthore, aksi drejt thethit është riblokuar si pasojë e aktivizimit të orteqeve. Fenomeni ka ardhur për shkak të sasisë së madhe të borës së rë në orët e para të mëngjesit të së premtes, si dhe rritjes së temperaturave, të cilat aktualisht rezultojnë 0 gradë Celsius. Megjithse rruga ishte pastruar gjatë natës, rreshjet dhe lëvizjet e borës kanë bërë që ajo të bllokohet sërish, duke pamundsuar qarkullimin e mjeteve drejt thethit. Ndërkohë, në aksin Hani-Hotit, dogana e Vermoshit, ka nisur rreshjet e dëborës në lartësitë mbi 1100 metra, çka mund të sjellë vështirësi të mëtejshme në qarkullim. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për situatën në teren. Drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të mjetit për shkak të lagështisë në rrugë, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir kur udhëtojnë për në zonat malore me prezencë dëbore. Policia po mban në monitorim këto akse, ku drejt thethit qarkullimi do të bllokohet deri në një njoftim të dytë. Sa i përket akseve rrugore, në segmentet Koplik-Bog dhe Dedaj-Razem ka rreshje shiu.